Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizionit, jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 31 dhjetor dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë. Ky ftoj që t'i ndiqni. 31 dhjetori është dita 365 e kalendarit gregorian. Ngjarje 1999. SBA dorëzuan infrastrukturën dhe administrimin e kanalit të Panamas, shtetit të Panamas. 2008. Në fshatin Labunisht të komunës të Strugës u organizua një manifestim solem me rast të ndërrimit të emrit të shkollës fillore. Lindje 1940. Lindi Apollon Gjebrea, doktor i shkencave, mjek dhe reformuesi pedagogjisë mjekësore, si dhe ringritësi i shërbimit shëndetësor në Lezhë pas luftës së dytë botërore. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vlerave ushqyese të karrotave. Karrotat janë perime që u rritën për herë të parë në Afganistan rreth viteve 900 pas Krishtit. Portokallia mund të jetë ngjyra e tyre më e njohur, por ato vijnë edhe në nuanca të tjera, duke përfshirë vjollcën, të verdhën, të kuqen dhe të bardhën. Karrotat e hershme ishin ngjyrë vjollës ose të verdhë. Karrota portokalli u zhvillua në Europën qendrore rreth shekullit të 15 ose 16. Karrotat kanë një sasi të madhe antioksidantësh dhe ofrojnë shumë përfitime shëndetësore. Ato janë të mira për sytë tuaj. Kjo është superfuqia më e njohur e karrotës. Ato janë të pasura me beta-karoten, një përbërës që trupi juaj e shndron në vitamin A, e cila ju ndihmon të mbani sytë tuaj të shëndetshëm. Karrotat e verdha kanë lutein, e cila është gjithashtu e mirë për sytë tuaj. Studimet kanë gjetur se mund të ndihmojnë ose parandalojnë degenerimin makular të lidhur me moshën, shkaku kryesor i humbjes së shikimit. Ato mund të ulin rrezikun e kancerit. Antioksidantët janë vërtetuar se luftojnë radikalet e lira të dëmshme në trupin tuaj dhe kjo mund t'ju bëjë më pak të ngjarë të keni kancer. Dy llojet kryesore të antioksidantëve në karrota janë karotenoidet dhe antocianina. Karotenoidet u japin karrotave ngjyrat e tyre portokalli dhe të verdha, ndërsa antocianinat janë përgjegjëse për ngjyrën e kuqe dhe vjollcë. Ato ndihmojnë zemrën tuaj. Së pari, të gjitha ata antioksidantë që janë gjithashtu janë të mirë për zemrën tuaj. Së dyti, kaliumi në karrota mund të ndihmojë në mbajtjen në kontroll të presionit të gjakut dhe së tetri, ato kanë fibra, të cilat mund t'ju ndihmojnë të qëndroni në një peshë të shëndetshme dhe të ulni shanset tuaja për sëmundje të zemrës. Karrotat e kuqe gjithashtu kanë likopen, i cili ndihmon në parandalimin e sëmundjeve të zemrës. Ato rrisin sistemin tuaj imunitar. Vitamina C në karrota ndihmon trupin tuaj të krijojë antitrupa që mbrojnë sistemin tuaj imunitar. Vitamina C gjithashtu ndihmon trupin të marrë dhe të përdor hekurin dhe të parandalojë infeksionet. Me përmbajtjen e tyre të lartë të fibrave, ato mund të ndihmojnë në lehtësimin e kapsllëkut. Ato ndihmojnë në kontrollin e diabetit. Fibrat në karrota mund të ndihmojnë në mbajtjen në kontroll të niveleve të sheqerit në gjak. Pasi ato janë të mbushura me vitamin A dhe beta-karoten, të cilat ka prova që sugjerojnë se mund të ulin rrezikun e diabetit. Gjithashtu karrotat mund të forcojnë kockat tuaja, pasi kanë kalium dhe kalcium dhe vitamin K. Të dyja këto janë të rëndësishme për shëndetin e kockave. Vitamina K. Një racion me karrota ofron 16.4 mikrogram të vitaminës K, ose 20% të dozës së rekomanduar ditore. Vitamina K luan një rol thelbësor në mbarvajtjen e qarkullimit të gjakut dhe shëndetit të kockave. Kaliumi. Lëngu i karrotës përmban kalium, i cili është mineral i rëndësishëm që ruan bilancin e elektroliteve dhe lëngjeve të trupit. Një gotë lëng karote na siguron 10% të sasisë së përditshme të kaliumit. Mungesa e kaliumit në trup rrit rrezikun e sëmundjeve të veshkave.
Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjedhime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 16 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 6 metër për sekond në drejtimin veri-perëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 2 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 11 deri 16 gradë Celsius, Kukës 3 deri 8 gradë Celsius, Peshkopi 6 deri 11 gradë Celsius, Tiranë 9 deri 15 gradë Celsius, Durrës 12 deri 15 gradë Celsius, Kavaj 12 deri 15 gradë Celsius, Elbasan 8 deri 15 gradë Celsius, Berat 8 deri 14 gradë Celsius, Korçë 2 deri 9 gradë Celsius, Vlorë 11 deri 16 gradë Celsius, Gjirokastër 5 deri 13 gradë Celsius, Sarandë 8 deri 13 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjedhime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 0 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 13 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic 4 deri 10 gradë Celsius, Podujev 0 deri 9 gradë Celsius, Skënderaj 0 deri 11 gradë Celsius, Pej 3 deri 11 gradë Celsius, Prishtinë 3 deri 9 gradë Celsius, Gjakov 5 deri 13 gradë Celsius, Malishev 6 deri 11 gradë Celsius, Gjilan 0 deri 10 gradë Celsius, Ferizaj 2 deri 10 gradë Celsius, Kaçanik 5 deri 11 gradë Celsius, Prizren 5 deri 11 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, nëse dëshironi që ta shikoni Drita Televizion në rrjetet sociale, mjafton të klikoni RTV Drita, Drita TV Kavaj dhe Drita Televizion. Ndërsa nëse dëshironi që ta shikoni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision, ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.